Tani me që edhe në mbledhjen e kryesisë, në kolegjin e kryetarëve, ngrita atë që po ngre tani. Dhe në kolegjin e kryetarëve ju thash, tërhiqeni pikën 5, që është kjo që po flasim tani, shtyheni në një mbledhje të dytë dhe bëni dëgjesat publike. Ne jemi të zgjedhur nga populli. Ne përfaqësojmë qytetarët, jo ne, gjithë secili prej jush. Ne duhet bëjmë një herë dëgjesat publike në njësi administrative, në qytet, ose një dëgjes të përbashkët. Pasi të mbarojë dëgjesa publike, ne si organi më i madh vendimarrës lokal, ne pastaj do marrim atë vendimin ose propozimin ose opinionin çdo gjë tjetër. Ne po vëmë nga fundi në fillim. Neve po bëjmë sot opinionin ton dhe nesër do dëgjojmë qytetarët. Opinioni jon në çdo aspekt, si në projekt vendime, si në çdo mbledhje të këshillit që krijojmë, që zhvillojmë në fund të muajit, vinë në zbatim të punës në terren me qytetarët. Tani unë nuk kërkoj miqësi sepse po lajthisim tani, po kam gjithë mbledhjen që këto histori po u them, po zhvendosni veprimet. Unë ju kërkoj miqësisht, shtyheni opinioni për mbledhjen e radhës që do jetë në 15 ditë, 10 ditë, 30 ditë. Dakordsuam në mbledhje kryesisë dhe logjikisht ishim të gjithë dakord. Politikisht nuk ishit dakord. Tani unë po them, hajde të bëjmë dëgjesat publike. Kur do lini datat për kace, në 28, në 31, në 5 shtator, si do t'i ndani, si do t'i li, ose hajde ne dhe bashkë si këshill, ta vendosim sot të gjithë bashkë të themi, Këshilli i Bashkisë zhvillon një dëgjes publike në datën 5 shtator në orën 17 te Pallati i Kulturës. Dëgjojmë ne si Këshill Bashkia dëgjesën, Këshill Bashkiak, Bashkia të bëjë dëgjesën e saj dhe në mbledhjen e radhës ne vim marrim të filtruar edhe opinionet e qytetarëve. Ne nuk mund vim tani të japim opinion pa marrë bazën. Komisioni ka bërë dëgjesat e tyre e veta publike në qark, si që ka bërë, ne kemi marrë pjesë, si kemi zhvilluar, edhe pse komisioni e thot qartë në atë që ju lexuat. Në dëgjesat që publike që bëri komisioni, thot, nuk u ngritën gjëra tamam për reformën territoriale, po u ngritën gjëra lokale. Njerëzit donin ujë, donin kështu, donin ashtu, që bien kundërshtim me dëgjesat që thoni ju që bashkia bën dëgjesa. Domethënë bashkia nuk bën dhe dëgjesa të thjeshta, derisa qytetarët në komision shprehin gjëra që janë lokale. Tani, të lutem, unë jam me gjithë kryetarët e grupeve, hajde më mirë të dakordsojmë një datë për dëgjes publike, ne si Këshill Bashkiak, të bëjmë një dëgjes publike, datën e stabilizojmë për 2 ditë, për 3 ditë, për 5 ditë, bashkia le të bëjë dëgjesën e vet, ose hajde të lëmë një datë të dy bashk, dhe Këshilli Bashkiak dhe bashkia, dhe në mbledhjen e radhës, kur do që tjetë, ose bëjmë një mbledhje jashtëradhe, sepse nëse do flasim për opinion, le të lëmë një mbledhje jashtëradhe vetëm me këtë pikë. Një mbledhje jashtëradhe për 2 javë, pasi janë zhvilluar dëgjesat publike, të lëm vetëm pikë opinion për reformën territoriale, se ne çfarë do diskutojmë. Ne sot jemi 33 veta. 33 veta, nëse flasim për 50 minuta do ikin 4 orë. Më mirë kemi një pikë, fillojmë një mbledhje një ditë, por gjithmonë pasi të bëhet dëgjesa, sepse përsëri po e shkelim. Nuk mund të japim ne opinion pa dëgjuar qytetarët.